Ishte viti 2022 kur Albin Kurti premtonte me plot gojë magjistrali e Prishtinë Podujev përfundan këtë vit. Kur kaloi viti, rruga së papu dëgjuan arsyetimet që thoshin për probleme kadastrale jo politike, pra sipas tyre s'ishte faji i qeverisë. Pas 2 vitesh, në prag të zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025, Kurti doli sërish para qytetarëve, këtë herë në Llap. Ai tha se rruga Podujev-Prishtinë përfundon në pranverën e 2025-s. Tash jemi në korrekt, e magjistrali akoma nuk është përfunduar. Ne vjen mund ta shihni gjendjen e kësaj magjistrale, për cilin edhe zëvendës ministri i infrastrukturës Hysen Durmishi ishte intervistuar nga prokuroria. Në mes të vapës për veluesit të korrikut, punëtorët vijojnë të përballen me kushte të vështira, ndërsa kamionët rëndojnë asfaltin. Por, përkundër këtyre pamjeve, kjo nuk është një histori e re. Sot, urat e papërfunduara ngrihen mbi tokë si kujtesë e premtimeve të pambajtura. Ndërkohë, qarkullimi është bërë gjithnjë më i dendur, veçanërisht tani, kur vendi po mirëpret mërgjimtarët, veturat qëndrojnë në radhë të gjata, ndërsa rruga që pritej të lehtëson televizjen ende mbetet peng i një procesi të stërgjatur. Vetëm disa muaj më parë, në këtë rrugë punoi ditë e natë, por më pas gjithçka u ngadalsua, puna u ndal. Por kjo rrugë nuk është vetëm një projekt infrastrukturor, është edhe skene e hetimeve dhe polemikave. Zëvendës ministri i infrastrukturës Hysen Durmishi është paraqitur në prokurorinë speciale në cilësinë të dyshuarit. Shkaku: nënshkrimi 5 kontratave në vlerë për 38 milion eurosh gjatë kohës kur kishte një ankesë aktive në procesin e tenderimit.